Lufta mes politikanëve për ndarjen e parave të ujësjesit Fier zvarit projektin e furnizimit me ujë të disa lagjeve të qytetit. Në lojë janë 1.1 miliard lekë. Fillimisht tenderin do ta firmoste një njeriu i Xenoklosit, por më pas klani Armando Subashi dhe Raimonda Balilajt vendosi drejtor një aktivist tjetër të Rilindjes. Kujtojmë se ish zëvendës kryeministri Balluku është shefe e shtabit politik të qarkut Fier. Me njëherë pas zgjedhjeve, Balluku largoi nga posti drejtorit të ujësjesit Mario Bakallin, i cili firmosi tenderat e rekomanduar nga lart. Para se të largoj, kishte bërë gati dokumentet e super tenderit 1.1 miliard lekë për shtrihjen e ujësjesit në një nga zonat e qytetit Fier. Bakalli nuk e gëzoi këtë tender, por dosja i kaloi me njëherë drejtorit të ri Klodian Mema, që u emërua me 16 korrik 2025. Ky i fundit ishte vendosur në këtë post me ndikimin direkt të deputetit të Partisë Socialiste Xenoklosi. Tenderi për të cilin po raportojmë është me objekt ndërtim rrjetë ujësjellsi për zonën DMA 10 Bashkia Fier. Fillimisht fondi limit ishte caktuar 110.8 milion lekë të reja pa TVSH. Pas këtyre përgatitjeve, tenderi është shpallur më 19 gusht 2025. Sipas dokumenteve të dorëzuara në Agjencinë e Prokurimit Publik, tenderi duhet të mbajë më në shtator 2025. Pra, banorët e disa lagjeve të Fierit nga hyrja jugore te qyteti deri në fshatin Mybyjet, duhet të gëzoheshin se do të shtrojë një tubacion i ri ujësjesit, por dikush po tallej. Një ditë para mbajtjes së tenderit, më 8 shtator 2025, drejtori i ri Klodian Mema ka nxjerrë urdhër për anullimin e procedurës. Drejtori Mema kishte konstatuar se dokumentet e tenderit përmbajnë gabime ose mangësi të rëndësishme. Pra, tenderi 1.1 miliard lekë kishte bërë me gabime. Dhe për gabimet e drejtorit të Xenoklosit, sa të mbaronin pazaret, banorët duhet të prisin pa afat që të nisë ndërtimi i ujësjellsit të ri. Ndërkaq, vazhdonin njoftime nga ujësjellsit të tipit do të ketë reduktim në furnizimin me ujë të pishëm në qytetin e Fierit, ndërprerje të përkohshme apo defekt elektrik. Ndërkaq, Klodian Memësi kishte shkuar emri deri në kuvend, i akuzuar për thurje intrigash nga një zyrtare e drejtorisë përgjithshme të tatim taksave. Nuk e dim gjithë prapa skenën politike, por nuk zgjati shumë dhe Memën e shkarkuan nga detyra. 2 muaj më pas, me ndikimin e kryebashkiakut Armando Subashi dhe ish prefektes Raimonda Balilaj, postin do ta merrte Gentian Alika. Plot 9 muaj u mor drejtori i ri me këtë tender. Nëse gabimi ishte tek shifra e fondit limit, kjo gjë mund të rregullohej brenda një jave. Megjithëse zona ku kërkohet të shtrihet ujësjellsi i ri vazhdon vuan për ujë, drejtori Alika duhet të merrte sinjal nga lart për ta organizuar tenderin. Nga një krahasim që i bëm tenderit të anuluar me atë të shpallur së fundmi në 25 maj 2026, vlera e fondit limit ndryshon me vetëm 12 milion lekë më pak. Tenderi i drejtorit Alikës ka marrë menjëherë vlerësim negativ nga Open Data Albania. Skualifikimi gjithë kompanive konkurruese përveç fituesit, skualifikimi i ofertës me vlerë më të ulët. Kështu është klasifikuar procedura. Dhe për këto shkelje tenderi është shënuar me flatmur të kuq për të treguar riskun e korrupsionit dhe dyshimet për favorizim fituesi. Në tenderin e mbajtur më 26 qershor 2026 kanë marrë pjesë 4 kompani, ku 3 janë përjashtuar që në fillim. Kështu, kompania Balili Konstruksion me ofertë 199 milion lekë i është hapur rruga të shpallet fitues me 17 korrik 2026. Theksojmë këtu se ofertat që nuk u morën në konsiderat mund t'i kursenin buxhetit të shtetit rreth 300 milion lekë. Kështu, kompania Andrej Gjoni, SHPK kishte propozuar ta bënte këtë punë me 737 milion lekë. Kompania 2 në SHPK ka ofruar për këtë tender vlerën ekonomike në total 799 milion lekë, pa TVSH. Edhe sikur t'i marrim të mirëqenia vlerësimet e komisionit të Gentian Alikës, ne kemi dyshime se kompania fituese nuk i përmbush kriteret. Përpasoj, ky tender do duhet të anulohej sërish. Sipas dokumenteve të tenderit, kompania duhet të paraqesë licencën profesionale të shoqërisë, të vlefshme për zbatimin e punimeve objekt kontrate të lëshuar nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, e cila përfshin disa kategori punimesh, sidomos për ujësjes. Gjithashtu është e nevojshme të merret në qendrën kombëtare të licencave, licenca me kodin 32B për grumbullim dhe transportim të mbetjeve inerte. Por nga verifikimi që bëm në qendrën kombëtare ditën e sotme, rezulton se firma nuk ka regjistruar asnjë licencë apo autorizim. Kjo flet për një neglizhencë të madhe, prandaj dyshojmë se kompania është kualifikuar pa përmbushur kriteret e veçanta. Këtu do të përmendim edhe certifikatat ISO, që sipas dokumenteve të tenderit janë të nevojshme për të garantuar cilësinë e punimeve të ujësjes. Firma Balili Konstruksion SHPK me bazë në Vlorë ka pronar Angel Balilajn, i raportuar vazhdimisht për favorizimin që i bën zyrtarët në prokurimet me vlerë të madhe. Tenderat më të korruptuar të Balilajt janë firmosur nga kryebashkiakja e Durrësit Emiliana Sako dhe ish drejtori i ujësjellsit të Durrësit Spartak Kovaç. Përmendim këtu prokurimin e rihabilitimit i zonës që preket nga zgjerimi territorial i varrezave të qytetit të Durrësit në prill 2023 me fondin limit 240 milion lekë, pa TVSH ose rreth 3 miliard lekë të vjetra duke përfshirë TVSH. Ndërsa në 18 shtator 2024 nga e njëjta zyrtare janë dhënë Balilajt 580 milion lekë përmes prokurimit me objekt sistemi trajtimit të ujrave të zeza në lagjen e re Spital. Tenderi u shënua me flamur korrupsioni. Dhe sa më i madh abuzimi me fondet, aq më i madh dëmi ndaj interesit publik. Puna me cilësi të dobët në kanalizime ka sjellë si pasojë përmbajtje të përvitshme në Durrës. Angel Balilaj është favorizuar edhe më herët në tendera të ndryshme të Bashkisë Durrës dhe nga Shoqëria e Ujësjellsit Durrës. Kështu, më 2017,
Balila i mori nga Spartak Kovaci, ish drejtori i ujësirësit Durrës, një tender me 2 flamurë të kuq, mungesë konkurrencë dhe anullim më shumë se 2 tenderi. Bëhej fjalë për përmirësimin e furnizimit me ujë të pishëm të Shkozetit, zonë që edhe sot vazhdon të vuajë nga kjo mungesë. Le të shërbej raportimi im për të ngritur vëmendjen e qytetarëve fjerak, që të mos lejojnë vjedhjen e parave të projektit të ujësjellësit. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.